Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në Fokus në televizionin rajonal 6+1 Vlora në këtë maraton kur na ndajnë vetëm pak orë nga heshtja zgjedhore dhe më pas 11 maj që do të përcaktoj se kush do të fitoj këto zgjedhje mes mazhorancës së sotme socialiste e cila prej 12 vitesh drejton pra qeverin, por edhe opozitës. Megjithatë, kjo studio ka qenë hapur gjatë kësaj periudhe për kandidatët për deputet, do të vijojmë deri në fund sa të na lejoj edhe heshtja zgjedhore. Kam kënaqësinë që të rikthehet me mua sot në studio kandidatja e Partisë Socialiste për deputete Brunilda Mersini. Mirëmbrëma zonja Mersini, mirë se erdhët në studio përsëri. Mirëmbrëma i nderuar Ermal. Nuk dukeni fare e lodhur nga fushata, madje shumë e relaksuar, pavarësisht se keni zhvilluar një fushatë shumë intensive. Fushata nuk të lodh, sepse fushata ka brenda emocione, ka pa diskutim orë të gjata fizike, por duke qenë mjek, kjo ka qenë ritmi im i punës në shumë vite, kështu që ka qenë një vazhdimshmëri e punës time të përditshme. Dhe ajo që e ndjej që nuk më ka lodhur është adrenalina që kishte gjithë fushata, e gjithë ambienti dhe gjithë fryma pozitive. Zonja Mersini, cilat janë emocionet që ju kanë mbushur gjatë kësaj fushate që tashmë po shkon drejt fundit? Ishte një eksperiencë e ndjerë, sepse ishte një eksperiencë me emocione, pa diskutim mes njerëzve, me pritshmëritë e tyre, me mënyrën se si ata mendojnë të ardhmen e qytetit, dhe se sa aktiv janë në mënyrën e të menduarit për qytetin. Ndonjëherë ti mendon që njerëzit janë të heshtur, janë mësuar me rutinën e tyre dhe kanë pak vizion, le të themi, për gjërat që ndodhin në qytet, por jo, kur ti je mes tyre dhe ndihesh si një nga ata, dhe ndan të njëjtën mendim, të njëjtën vizion, të njëjtën opinion për qytetin, e ndjen që ky qytet jeton, ky qytet ka pritshmëri dhe ky qytet po ndërton vizionin e tij për të ardhmen. Në fakt nuk ka qytetar të Vlorës që të mos ju njohë ju, të mos ju ketë takuar njëra apo të mos ketë folur njëra në telefon. Si ju kanë pritur në këtë rrugtim të ri tashmë si kandidate për deputete? Përtej pritshmërive të mia, sepse ne futemi në botën tonë të mjekut, është një botë e cila vjen nga një orë të gjata pune, orë të gjata studimesh, dhe ti futesh në atë botën tënde të punës me orë të gjata, dhe ke pa diskutim komunikime tërë jetën tënde me qytetarët, por ti nuk di reagimet e tyre jashtë mureve të spitalit, dhe kjo ka qenë një surprizë për mua, sepse më kanë pritur dhe jam falenderuese, sido që të vej gara, unë jam falenderuese për këtë eksperiencë të bukur për emocionet që më kanë dhënë njerëzit. Më kanë pritur me emocion, pa diskutim emocionet e tyre më kanë vënë përpara përgjegjësive për të nesërmen pas datës 11 maj, dhe unë jam falenderuese, jam shumë falenderuese. Megjithatë është një rrugtim i vështirë për shkak se ju jeni në listën e hapur të Partisë Socialiste. Normalisht unë e thash dhe në emisionin e parë që ishim bashkë për kontributin që ju keni duhet ishit në listën e mbyllur, por kështu e kanë menduar dhe nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk e ndryshojmë dot ne. Do ta keni të vështirë për ta fituar mandatin? Varet se si ti nisesh në një garë. Pa diskutim të gjithë kandidatët e listës së hapur kanë menduar që duhet jetë fituese Partia Socialiste. Dhe ne mendojmë që ne fitojmë mandatin e 9, pra kemi rritur pritshmëritë tona për një mandat që mund të jetë historik, sepse nuk ka ndodhur përpara, dhe ne në rast se arrim në finish në këtë fokus të mandatit të 9, ne jemi të gjithë filimtar. Në aspektin personal, kur ti nisesh pa diskutim ke një vijë finishi dhe ti bën përpjekjet tua për të qenë fitimtar. Por unë mendoj që nuk të bën fitimtar fushata. Fitimtar neve na bën backgroundi jon, CV-ja jon dhe performanca jote në këtë qytet prej vitesh të tëra. Njerëzit dhe Vlora kemi një shprehje që Vlora o të do, o nuk të do. Dhe unë mendoj fort që në fushata, pa diskutim të takon më shumë njerëz, dhe të njohin më nga afër këta njerëz, po pjesa më e madhe e qytetit të ka njohur për një jetë të tërë në këtë qytet. E thatë Vlora o të do, së do. Ju çfarë keni ndjerë? Unë e dua Vlorën. Unë e dua Vlorën, jam një vajzë që e dua tërësisht këtë qytet, edhe ti e ke treguar sepse familja ime jeton në këtë qytet, vajzat e mia e kanë ndërtuar jetën në këtë qytet, pra ne nuk e themi klishe që ne duam Vlorën, ne im shoq është një djalë vlonjat, ka një familje me shumë tradita vlonjate në zemër të Vlorës, dhe ne kemi shprehur që duam Vlorën, dhe kur ti e shfaq që e do Vlorën, Vlora patjetër të do. Zonja Mersini, me kë keni garën në listën e hapur të Partisë Socialiste?
Gara në listën e hapur është me çdo njeri nga të 12. Pra kjo është një garë, sepse shpesh herë interpretohet gara midis grave midis burra. Jo, ne jemi të 12, të cilët jemi nisur nga një vijë dhe duam të arrijmë në finish. Të 12 janë garus dhe të 12 ikë konkurrent. Gjatë kësaj fushate, cilat janë problematikat që ju keni dëgjuar nga qytetarët dhe që presin zgjidhjen? Unë mendoj, Ermal, që neve në këtë qytet kemi dy anë. Kemi në anën makro projektet e qeverisë Rama, që për hir të vërtetës na kanë ndryshuar mënyrën e të jetuarit. Pse e them këtë? Sepse fokusi i Edi Ramës për Vlorën 12 vite përpara ishte në fokusin e tij të veçantë që Vlora të bëhesh një pikë zhvillimi ekonomie për Shqipërinë dhe pas 12 vjetësh po. Ne kemi arritur të jemi një pikë zhvillimi për Shqipërinë. Aeroporti është risia e fundit e cila e bën Vlorën një port jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për botën. Por njëkohësisht, porta e aeroportit bëhet një port e hapur për botën. Pra, ne po e bëjmë Vlorën një brand dhe po i kalojmë kufit që të jemi kufi mesdhetar, pra Vlora të jetë një brand në këtë turizëm dhe 12 vjet përpara ne ishim qytetarë që në orën 7 të darkës mbylleshim shtëpitë tona sepse qyteti ishte i zhytur në errësirën, jo vetëm në errësirën fizike, domethënë mungesës së dritave, por në errësirën e depresionit social që kishim. 12 vjet duket sikur janë shumë, por për atë çfarë ka ndodhur në makro në këtë qytet nuk janë shumë. Dhe pastaj ka një pjesë të dytë. Pjesa e dytë është ajo jeta e përditshme, që neve duhet të bëjmë shumë në atë jetën e përditshme dhe duhet të bëjmë shumë gjëra të vogla. Pra, thënjet e Nën Terezës që njeriu e nis duke bërë gjëra të vogla, duke nisur nga vetja, janë thelbësore mënyra se si ne duhet të konceptojmë dhe duhet të komunikojmë për gjërat e vogla të qytetit. Gjërat e vogla janë shërbimet e qytetit. Gjërat e vogla është rruga, infrastruktura, kanalizimi, uji, hipoteka, do të gjëra që e prekin jetën e përditshme të qytetit. Kemi bërë pa diskutim, por duhet të bëjmë shumë. Dhe kjo është ajo që ti komunikon me qytetarët, mënyra se si ata kanë pritshmëritë e tyre, janë falendërues për çfarë është arritur, por pa diskutim që janë dhe kritik për atë çfarë nuk është arritur. Dhe këto kanë qenë problemet që ju keni evidentuar? Këto janë problemet që kemi evidentuar. Ju fushatën e keni shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative. Keni zhvilluar disa takime në të gjitha njësitë administrative, në të 4 njësitë administrative të Bashkisë së Vlorës, aty ku edhe keni premtuar, sidomos për ujin e pishëm. Cilat kanë qenë realisht problemet që ju keni hasur aty dhe si ju kanë pritur banorët e këtyre zonave? Nuk mund ta them që ka qenë premtim, por ka qenë një angazhim dhe ky bëhet më lehtë sepse ju e dini që qarku i Vlorës dhe qyteti i Vlorës në fokus ka 2 projekte të mëdha të cilat janë drejt finalizimit. Projekti i ujrave të Vlorës, i ujit të Vlorës të pishëm 24 orë që ne jemi dëshmitar që ky projekt është drejt finalizimit dhe projekti i ujit të 15 fshatrat. Pra, qeveria Rama ka dhënë një fond që ka qenë fond ambicios për të realizuar këto 2 projekte dhe ky projekt është drejt finishit. Ajo e cila ka pasur fokusin tim ka qenë Narta dhe Zvërneci. Narta dhe Zvërneci janë lagjet e Vlorës, lagjet të cilat duhet të kthehen patjetër në një pikë atraktive, sidomos Zvërneci që ka qenë në fokusin tim, dhe pse jo Zvërneci të shikohet jo vetëm për bukurinë natyrore, por të shikohet si një pikë turistike monumentale dhe historike, dhe unë e mendoj që ne duhet të japim fokus këtyre zonave dhe fillohet nga uji. Zvërneci, bashkë me kryetarin e bashkisë, i cili ka pasur angazhim në Zvërnec, ka një projekt që do të fillojë në shtator, shtator zbatimin e vet me Bashkinë e Milanos, projekt i cili ka kaluar fazat e veta, pa diskutim marrin kohën e tyre projekte, nuk janë aq thjeshta për të realizuar gjërat, por më vjen mirë që unë ndaj me ata opinionin që ne duhet dhemi qytetarëve të Zvërnecit të themi që në shtator do të fillojë pjesa e zbatimit. Kurse Narta është një risi tjetër, sepse Narta po futet në një projekt të dytë, i cili është komunikuar me Akumin dhe nëpërmjet drejtorit të ujësjellësit të Vlorës, që është një djalë vlonjat i cili është profesionist dhe djalë shumë i përgjegjshëm në këtë ndërmarrje, ka bërë hapat që Narta të jetë pjesa e prillit dhe majit të vitit të ardhshëm në fillimin e projektit. Dhe për të vazhduar më tej në të tjera njësi administrative, problemet dhe mbështetja me përbujqësinë apo jo blegtorin do të jenë në fokus të qeverisë, por dhe në fokusin tuaj si deputete. Patjetër. Shumë kënaqësi të takosh njerëz punëtor, që ti e shikon që janë të lidhur me tokën dhe çdo njeri i cili është i lidhur me tokën është një aset. Është një aset për shoqërinë
sepse sjell prodhim, sjell punësimin dhe nuk i la të tokën që ty të jep trishtimin. Kur toka punohet, është gëzim. Dhe më shumë më ka bërë përshtypje, pa diskutim kjo pjesa, ju e dini që Panaja Cergovina ka në vreshta dhe janë të dalluar për pjesën e vreshtave, por në mendjen time kanë ngelur zonat, fshatat e Novoselës, të cilët janë njerëz shumë punëtor, që i kanë vetëm të kalosh atje dhe më zhdukur se janë futur në një pjesë shumë të bukur të natyrës. Ne i drejtohemi gjithmonë për natyrë Toskanës që ka një natyrë të mrekullueshme, por jo, ajo pjesa anti është e mrekullueshme dhe ka njerëz të cilët janë të lidhur me tokën, që punojnë dhe kërkojnë patjetër suport. Kanë pasur suport me subvencione, pa diskutim në subvencionet të naftës apo në subvencionet të tjera të plera kimike, por ne duhet të jemi më ambicioz me ata. Duhet që tregu, pra ata prodhojnë, po tregu duhet të sigurohet. Edhe lushnja për shembull është një pikë referimi shumë e mirë se si ka arritur ta marketoj dhe ta organizoj prodhimin. Ne duhet fokusohemi për ta bërë këtë gjë në Vlorë. Dhe që kemi mundësit apo jo? Patjetër ke mundësi. Është çështje menaxhimi, çështje fokusi, çështje vizioni. Në fakt, ka qenë një takim shumë emocional i përmbylljes fushatës në rajonin numër 1. Aty ku ju mbajtët një fjalë zemre, në mund ta them kështu, dhe do të bëj një kritik që duhet ishe më shpesh në media, sepse kishit shumë talent në të folur si politikane, pavarësisht se Spitali Vlorës ka ndryshuar falë punës tuaj dhe ju keni punuar në heshtje aty pa e bërë publicitetin si që duhet të bëni, por nëzorët edhe një tjetër anë medalje që keni futur jo më kot rrugës politikës. Unë mendoj që ne nuk duhet bëjmë reklam të punës tonë në institucione që kanë ndjeshmëri të lartë. Qytetarët janë reklama më e mirë. Ata janë o kritik o falenderus. Dhe nuk ka nevojë, domethënë media më e mirë është qytetari. Kur qytetari është falenderus, do të thotë që ti ke bërë një punë të mirë dhe është reklama më e mirë. Nëse qytetari është kritik, do të thotë që ti ke akoma për të bërë, pra ti duhet të vazhdosh me sfidat e tua dhe kjo është pa diskutim prapë reklama më e mirë. Kështu që unë kam bërë këtë profil të ulët, sepse kam thënë që spitali ka një ndjeshmëri shumë të lartë dhe ti nuk mund të dalësh të bësh reklam se rregullove 2 gjëra apo bëre 2 gjëra të tjera, por sot pas kaq kohësh unë shikoj që kemi bërë gjëra shumë të mira si ekip në spital. Dhe do ndalem 2 minuta. Do ndalem sepse ne bëjmë dializën, shërbimin e hemodializës, dhe shërbimi i hemodializës në Spitalin e Vlorës është shërbimi më i mirë në Republikën e Shqipërisë. Dhe është një fash njerëzish të cilët kuptohet që nëse nuk e marrin atë shërbim, ata sfidojnë çdo ditë fatale. Kështu që orët të gjata të udhëtimit të tyre, orët të gjata të dializës në Tiranë dhe kthimi i tyre ka qenë një tmerr që nuk mbaronte. Tani ata shërbimet e dializës e kanë për vitin 2016 e kanë në qytetin e Vlorës, e kanë një shërbim shumë cilësor dhe që pa diskutim edhe transporti atyre ju aksesohet nëpërmjet rimbursimeve financiar. Kemi kimioterapin. Kimioterapia ka qenë një këmbgulje personale dhe shumë insistuese e imja. Kam qenë këmbgulse sepse doja që ajo fash njerëzish që jo vetëm që kanë një sfidë shumë të vështirë, por ishte edhe një plagë sociale për njerëzit që shoqëronin këtë njerëz, sepse ai duhet patjetër të shoqërohesh, të shkonte në Tiranë, të bërë terapinë, të rikthesh orë të gjata të udhëtimit në atë gjendje. Kështu un kam këmbgulur fort në atë kohë që Vlora ishte një punkt kimioterapie dhe ja kemi arritur. Kimioterapia në Vlorë realizohet, pasi marrin protokollin në Tiranë, sepse pa diskutim ne duhet që të afrojmë më të mirën qytetarit dhe pse një konsult, vetëm një konsult fillestare që bëhet me një qendër spitalore universale, pse mos bëhesh, por ne këtë afrojmë edhe nëpërmjet telemedicinës për disa njerëz që kanë të pamundur dhe kam qenë ambicioze dhe sot ne kemi një kimioterapi që ka kushte shumë të mira dhe gjithë preparatet e kimioterapisë nuk kanë munguar asnjë ditë në Spitalin e Vlorës. Pra është një sukses, le ta themi. Dhe ajo që ka qenë në fokus, pa diskutim, ka qenë shërbimi reanimacion dhe urgjencës, që nuk kemi arritur vetëm infrastrukturës, është shumë dinjitoze të afrosh njerëzve që punojnë kushte, po dhe qytetarëve, por shërbimi atje. Shërbimi reanimacionit me mjekët e reanimator, unë e kam thënë kudo, ne kemi një ekip reanimatorësh që janë nga më të mirët në Shqipëri, po kemi dhe një shërbim infermieror nga më të mirët dhe më cilësor në vend. Shërbimi urgjencës po ashtu, urgjenca e qytetit, poliklinika dhe spitali kanë qenë ambicioz në gjithë performancën e tyre. Kemi shumë gjëra akoma për të realizuar, po kemi arritur të përgjigjemi në kohë qytetarëve dhe pa diskutim dhe me cilësi. Megjithatë këto janë vepra që vinë edhe si një armë forte juaja në këtë fushat apo jo, të qytetarët, sepse të ndryshosh Spitalin e Vlorës që ne dim si ka qenë spitali, qoftë nga infrastruktura
apo qoftë edhe nga mungesa e aparaturave, është një punë e madhe që i bëhet një qyteti. Në 2014, kur ne ka marrë drejtimin e spitalit, kemi pasur vetëm skanën e rezonancën dhe një ekografi. Dhe asgjë tjetër. Dhe ishte shumë e dhimbshme, dhe ekografia ishte një ekografi e viteve e cila ishte, le të themi, e amortizuar, dhe sot ne jemi të kompletuar në çdo lloj fushe dhe çdo lloj departamenti me pajisje. Ne kemi sjellur laparoskopinë e dytë para disa kohë, paktën para një muaji, dhe ne kemi bërë laparoskopinë rutinë tani, pra po sfidojmë domethënë dhe rutinën e QSUT-s, dhe ajo që unë e vura fokus ishte operacionet e retinës në sy, dhe jemi pari spital publik, pra spitali universitar nuk e realizon këtë, i pari spital publik në Shqipëri që arrin nëpërmjet ekipit të mrekullueshëm të okulistikës të ndërhyjë në retinën. Kemi bërë operacionet e para dhe synimi im dhe personal ka qenë që ne okulistikën ta kthejmë në qendër terciare. Pra qendër terciare njësoj si QSUT-ja që gjithë jugu do të vijë për okulistikën në Vlorë dhe e ardhmja kur spitali të jetë me autonomi financiare të jetë një dhe për turizëm shëndetësor. Sepse të ndërhysh në retinë janë operacionet të nivelit të lartë, kompleksitet shumë i lartë që ne kemi kompletuar dhe me pajisjen, por dhe me ekipin që është shumë ambicioz, dhe jo vetëm të kompleksitet të lartë, por të kushtueshme kur bëheshin vetëm privatisht. Kështu që kjo ishte një risi, ne ja kemi finalizuar, kemi bërë hapat e parë, kemi bërë operacionet e para me shumë sukses dhe do ta fillojmë ta shtrim këtë. Për qarkun, për gjithë qarkun e Vlorës dhe më tej për gjithë jugun. Do të vijoni ta mbështesni spitalin e Vlorës dhe shëndetësinë në Vlorë nëse do të jeni në parlament, që unë kam bindje që do jeni? Unë ndaj me juve një lajm që patologjia, që është pjesa e katit të 4 të spitalit, që ishte goxha amortizuar, dhe ne duke qenë se e kishim në fokus do të bësh një projekt i ri, kishim filluar domethënë që të bënim pak mirëmbajtje me idenë që projekti do të vazhdonte me hapat shpejt. Ky projekt po finalizohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe ka qenë një projekt i cili ka qenë totalisht një iniciativë, le të themi, personale imja dhe stafit të administratës që e kemi finalizuar. Kështu që unë mendoj që brenda këtyre 4-5 muajve do të fillojë rekonstruksioni dhe i patologjisë dhe pastaj pjesa e spitalit me rekonstruksionin e patologjisë është nga ana infrastrukturore ambicioz. Dhe rikthemi prapë aty ku unë e lash tek rajoni 1 te takimi që u bët me qytetarët, një takim emocionues apo jo? Një takim shumë emocionus, më dha shumë emocion dhe ishte emocion njerëzor. Ti e ndjeje dashurinë e njerëzve, shikoje shikimet e tyre, shtrëngimet e duarve, minutat e gjata të përqafimit me njerëzit, edhe ishin njerëz të cilët unë kam mbajtur një qëndrim në 2 takimet e mia, kam bërë vetëm një video ku i thras dhe i ftoj njerëzit vetëm nëpërmjet videove dhe nuk kam bërë telefonata personale për të ftuar shok dhe miq. Mendoj që në fushata këto duhen bërë, por kam mbajtur qëndrimin që nuk dua t'i bezdis njerëzit të cilët kanë kohë dhe mendojnë që duhet të kushtojnë vëmendje dhe duan të dëgjojnë ty për atë që ti do t'i paraqitësh për vizionin dhe rrugtimin tënd, do vinë të dëgjojnë, dhe kam vepruar korrekt, mendoj, dhe mu kthye pas mënyra të menduarit, sepse pata shumë emocion dhe ky emocion u përçua kudo që e dëgjoj atë takim e ndjeu emocionin. Ndërkohë, takimet i keni vijuar edhe në Selenic, Sarandë, Dimar, pra si ju presin atje? Sepse ju tashmë duhet merrni vota në gjithë qarkun. Ne duhet marrim vota në gjithë qarkun, por apo jeni fokusuar më shumë në qytet? Unë jam fokusuar në qytetin e Vlorës, sepse mendoj që edhe puna ime në të ardhmen do të jetë drejt Vlorës, edhe më duket që Saranda ka kandidatë atje që garojnë dhe u takon atyre ta sfidojnë Sarandën, duke qenë se janë sarandiot, dhe u takon dhe atyre që nesërmja të jetë e tyre në Sarandë. Pra në rastin e marrin mandatin, unë nuk do të jem deputet e Sarandës. Do të jenë një deputet tjetër në Sarandë dhe i takon atij të vazhdoj punën. Domethënë kjo ndërthurja, sepse jemi në një garë, ne të vemi në zona të cilët ti nuk pret një feedback pozitiv, më duket një energji e shpenzuar, një energji e shpenzuar kot. Biznesin e keni takuar, zë Mersini? Jam përpjekur të takoj biznes të vogël, sepse në qytetin tonë fasha e biznesit të vogël është shumë e gjerë, por pa diskutim edhe fasoneri të mëdha dhe më shumë shikon kushtet e punës, sepse ndonjëherë ka qenë çështje perceptimi që kushtet e punës nëpër fasoneri lënë të përdëshiruar. Jam e surprizuar nga shumë fasoneri që kanë pasur kushte pune dinjitoze dhe unë shikoj në syrin e një mjeke, shikoj hapësirën që kanë, sistemin e ajrimit, domethënë kushtet e punës fizike janë shumë të rëndësishme për shëndetin e punojësve. Dhe ti kur merr masa për shëndetin e punojësve, ke bërë gjysmën e punës tënde. Si përmarrës. Dhe kam qenë surprizuar nga mënyra se si njerëzit punojnë sot, pa diskutim 2025-a
është një vit që kushtet e punës, inspektoratet, gjitha ti diktojnë, por shumë e rëndësishme që edhe ti kuptosh se supermarkets janë shumë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve. Dhe ajo që ka qenë fokus është që e mendoj fort që ne duhet kemi si spital kontrata në këtë mandat, kontrata për punonësit në mënyrë që këta punonësit të kenë pjesë kontrolli, paket kontrolli me spitalin të programuar. Unë ju njoh prej vitesh dhe ju jeni një grua e fortë në fakt. Po ne keni po, jon jo. Do ta përcjellni këtë edhe në parlament? E mendoj fort që po, sepse njerëzit duhet jenë të vërtet, njerëzit duhet jenë drejt për drejt dhe nuk duhet bëjnë premtime boshe. Unë kam bajtë gjithmonë profilin e një njeriu që le t'ja them jon dhe refuzimin qytetar, do t'i dhëm dhe pa diskutim do zhgënjehet, por koha do t'ja vërtetoj që kam bërë gjën e dur dhe kam parë të perceptim tani, e dim të gjithë që doktoresha e ka pak të vështirë të thoj një gjë që nuk qëndron, pra do t'a thoj po kur është po, do t'a thon jo kur është jo, dhe kam vepruar drejt, mendoj. Derisa unë kam pasur perceptim që kam vepruar drejt, ky do të jetë rrugtimi im dhe në parlament. E vërteta duhet thënë, kur ne komunikojmë për të vërtetën, kemi bërë gjysmën e punën, sepse aty është fillimi se si do ta mendosh zgjidhjen e gjërave. Do ndërtosh strategjinë për zgjidhjen e gjërave duke thënë të vërtetën dhe pa diskutim vizionet janë më larg pamse kur ti thua të vërtetën. Kjo është pika juaj më e fortë? Mendoj që kjo është një nga pikat e mia. Një nga pikat e mia. Po të tjerat? Përkushtimi, përgjegjësia, përulësia, dhe pa diskutim, unë jam një nga njerëzit që punoj fort. Jam një nga njerëzit që nuk kam njojtur limite në punë. Në kohën e pandemisë kam qenë një nga njerëzit që kam sfiduar veten, sepse nuk kam pas përgjegjësi vetëm për spitalin e Vlorës, kam pas përgjegjësi për gjithë spitalet renale të Republikës Shqipërisë, isha koordinatore dhe kam mbajtur një peshë të jashtëzakonshme pune, kanë qenë 24 për 24 dhe kanë qenë ditë të tëra të cilat i kam sfiduar edhe nga gjumi. Dhe them që duke qenë se ti je njeri që përkushtohesh punës me pasion dhe pasioni ta kthen mbrapsht rezultatin. Një gjë nëse nuk ka pasion nuk arrin dot ta bëhesh. Kështu që unë mendoj fort që nuk dua ta humb pikën time të fortë, pasionin që kam për të bërë gjërat. Pikë dobët keni? Kam pa diskutim për akademia të dobta. Ne duke qenë vlonjat jemi tipa sanguin dhe shpesh herë ti i thua të vërtetën njerëzve, po ka disa njerëz që ti duhet ta kuptosh që kanë nevojë që më mos ja thuash të vërtetën, duhet të arrish në formën e një politikani, ta zbutosh atë të vërtetë duke ja thënë le të themi atë të vërtetë pak më butë. Edhe unë mendoj që mjekësia të mëson se si do ta bësh këtë nëpërmjet komunikimit, sepse ne si mjek, edhe kur komunikojmë për një pacient për një sëmundje të rëndë, kemi ato format tona, të cilat janë në formën e një psikologu për ta thënë këtë. Mendoj që kjo pikë tani që unë e kam bërë në formën psikologu në shëndetësi, do të jetë edhe psikologja në politikë. Dhe besoj do bëni mirë këtë gjë. Nga Mersini, cilat janë disa nga pikat kryesore të programit Partisë Socialiste që ju kanë tërhequr, pasi është një program i gjithë dhe nuk mund ta diskutojmë dot në kaq minutar sa kemi në studio. Por cilat janë ato më kryesore që qytetarët duhet t'i japin votbesimin për një mandat të katërt? Do të fokusohemi te ajo që na bën shumë të rëndësishëm këtë mandat. Dhe Shqipëria Evropiane. Do ta nis nga kjo, sepse duhet ta kuptojmë të gjithë këtë. Ne pa diskutim që ka ndryshuar dinjiteti i shqiptarit nëpër botë. Dhe këtë ka qenë merit e kryeministrit ton, performanca e tij politike në Ballkan dhe më gjerë, dhe neve sot turizmi që Shqipëria u bë e njohur, sot nuk shikohemi si dikur. Por kjo nuk duhet ngelet me kaq. Sot kryeministri ka ndarë një lajm të orëve të para të mëngjesit që thotë janë hapur kapituj të tjerë të negociatave dhe ky është një lajm shumë i mirë, që do të thotë që në 2030 do të jetë hapi final dhe të Bashkimit Evropian. Por pse është i rëndësishëm? Në kohën e pandemisë, duke qenë se ne nuk ishim antar të Bashkimit Evropian, ne nuk arrinim të merrim dot nga Bashkimi Evropian ndihmë mjekësore, as vaksina. Sepse Bashkimi Evropian, një familje e madhe, duhet ja japë antarëve të familjes së vet ndihmën mjekësore. Dhe ti duke qenë një vend i vogël që nuk i përket kësaj familje së madhe, pa diskutim që nëse do të kishe teprica, ti do të ishe në ato pjesën rezervë të tyre. Kjo deri diku është e dhimbshme ta dëgjosh, por ky është realiteti. Duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ti jep antar i kësaj familje. Dhe jo vetëm kaq, por nëse sot nga ana financiare ti merr kredi nga Bashkimi Evropian, pra të gjitha shtetet i drejtohen me kredi, shtetet të cilat nuk janë antar, i drejtohen me kredi Bashkimit Evropian, dhe kjo një kredi që i kthehet Bashkimit Evropian, nëse ti je antar, ti këtë ndihmë ekonomike do ta marrësh nëpërmjet granteve. Dhe ky është zhvillim. Dhe nëse e kuptojmë të gjithë që
futja në Bashkimin Evropian nuk është një pasaportë evropiane, po të bën qytetar evropian nëpërmjet zhvillimit ekonomik që sjell Evropa, duke qenë antar i Bashkimit Evropian. Dhe ky është fokusi i këtij mandati. Pastaj ju e dini që unë do ta filloj nga shëndetësia sepse ka ndjeshmëri shumë të lartë, po unë i përkat kësaj fushë. Jam bërë hapa shumë të rëndësishme, por kemi shumë për të bërë. Më në fund ne parim të finalizojmë që spitalet kenë autonomi financiare, dhe duke qenë autonomi financiare, mënyra e të paguarit të burimit njerëzor do të ndryshoj totalisht. Pra ka një sfidë të dytë të qeverisë Rama për rritjen e pagave. Ju e dini që pagat e mjekëve arritur 50% nga 2013 dhe 30% të infermierëve dhe kjo do të arrijë në të mandat të rritë dhe 40% të tjera dhe nëpërmjet autonomisë spitalore do të ketë edhe një mënyrë pagese për njerëzit që punojnë më shumë. Pra do të ketë një pagesë diferencuar nëpërmjet volumit të punës që bën. Por kjo është për sa i përket burimit njerëzor. Për sa i përket qytetarit, ne kemi probleme me mënyrën se si qytetari akseson sistemin shëndetësor. Dhe aksesimi qytetarit në mjekun e familjes duhet të ketë fokus të veçantë. Mendoj që ne kemi bërë shumë hapa, por mendoj që ky duhet përmirësohet. Ky hap duhet përmirësohet ndjeshëm në mënyrë që qytetari ta ketë më të lehtë aksesin drejt shërbimit shëndetësor. E dyta, fashat të cilat kanë ndjeshmëri. Kanë ndjeshmëri fëmijët, unë kam qenë ambicioze në këtë fushat, kam pasur një fokus të veçantë dhe një pikë të veçantë programit tim që kam thënë që dua të kem në fokus një plag sociale që është autizmi. Autizmi po rritet ndjeshëm dhe frikshëm në gjithë botën, por në vendet vogla pa diskutim që është një plag akoma më e madhe dhe dua ta vë në fokus të programit tim që neve të fillojmë të depistojmë dhe pa diskutim të diagnostikojmë brenda një kohe sa më të afërt, sepse sa më afërt të diagnostikojmë, aq më të larta janë rezultatet e terapisë tek këta fëmijë, por këtë dua ta bëjmë nëpërmjet strukturave shtetërore. Sepse strukturat shtetërore pa diskutim afrojnë profesionalizëm, stafe që janë profesionale drejt terapive të tilla. Dhe e treta të moshuarit. Të moshuarit janë një pjesë e shoqërisë që ne e dim, sidomos për Vlorën, këta të moshuarit kanë fëmijë emigrant, dhe unë jam ndeshur çdo ditë që janë në moshë e tretë që nuk kanë fëmijë pranë, që vinë drejt spitalit dhe janë pothuajse vetëm. Ne duhet të ndërtojmë programe të veçanta për këta të moshuar se si ta aksesojnë dhe shërbimin në shtëpi. Duhet jemi ambicioz në programet e tona të shëndetësisë se si duhet të kujdesim për të moshuarit në shtëpi. Përveç shëndetësisë, ekonomia, biznesi, digitalizimi, hipoteka, këto janë programet, pikat të programet të qeverisë Rama të cilët janë ambiciozë. Dhe që patjetër gërshetohen edhe me programin tuaj personal dhe objektivat tuaj. Ne kemi një tjetër program, ne do ndërthurojmë të programi i qeverisë. Si keni mbështetin diasporë, zënja Mersini, pra Partia Socialiste, por edhe ju personalisht? Keni komunikuar me diasporën, keni zhvilluar takime, keni folur në telefon me ta, me mbështetësit tuaj? Në fakt, në diasporë, unë nuk kam pasur takime personale, sepse në momentin që unë jam prezentuar me listën e përfaqësuese të Partisë Socialiste, diaspora ishte zhvilluar regjistrimin e diasporës, por ka qenë surpriza për mua, ka qenë surprizë sepse kam marrë shumë telefonata, për njerëz të cilët thonë që jemi shumë të kënaqur që kemi parë emrin tonë, ju nuk na mbani mend, por unë kam lindur fëmijën, kam marrë një telefonat dikur, kam qenë në urgjencë, infermierë që janë larguar, doktora që janë larguar, domethënë kam pasur të gjithë fashat e njerëzve, kam pasur emocione nga pjesa e diasporës, edhe pa diskutim që shpresoj që kjo të ketë përkthyer me një rezultat, por pavarësisht pjesës personale time, Partia Socialiste ka qenë ambicioze në regjistrim të diasporës dhe mendoj që ne do të kemi një rezultat konkret në këtë fushat. Të prekshëm. Gjatë kësaj fushate, zënja Mersini, ju keni zhvilluar shumë takime me mjek aktual, me infermier, me personel shëndetësor, por edhe me ish kolegë tuaj. Si kanë mirëpritur ata kandidimin tuaj dhe sa ju mbështesin? Ne mjekët jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ne jemi të lidhur me njëri tjetrin sepse kemi bërë të njëjtën rrugtim. Dhe kur bën të njëjtën rrugtim nëpërmjet mundimeve, sakrificave, të njëjtën emocione, ne gëzojmë për njëri tjetrin. Madje, më fal që të ndërpres, ka patur, domethënë, mjek dhe të Partisë Demokratike, me sa kam parë, dhe të Partisë Socialiste. Pra, ne jemi mjek. Jeni bashkë. Ne jemi mjek. Edhe kur vjen puna. Ne jemi mjek. Edhe profesioni i mjekut ju e dini që është një profesion. Nuk ka ngjyra partish. Nuk ka ngjyra partish sepse është i lashtë dhe nuk ka ngjyra partish, por ne jemi njerëz që kemi sakrifica në punën tonë, jemi human dhe kemi shumë emocione për njëri tjetrin. Në një gëzim shumë të vogël të njëri tjetrit ne marrim pjesë dhe më kanë shprehur
pa diskutim, kanë qenë kërkesa atyre, në fakt më takonin gjatë se fushata, dhe biles edhe unë kam bërë dhe batuta me ata, i them, nuk mendoja që du merrte malli kaq shpejt për mua, dhe ka qenë një takim i ditëve të fundit me mjekët, dhe një takim shumë i ngrohtë, një takim mbrëmje, që kemi ndarë, shaka nuk kemi folur për fushatën, kuptohet, sepse ne kur ulemi si mjek, fushata është një pjesë që nuk i kushtojmë vëmendje, ne futemi në atë botën tonë të përditshme, dhe pa diskutime kemi mbyllur mbrëmjen me fotografi që do të ngelen kujtimin i kësaj fushate. Por gjithsesi gjysmën tuaj keni në spital, besoj zemra juaj re aty jo vetëm akoma. Gjysmën, po unë dhe dy vajzat i kam mjeke, kështu që ne jemi një familje mjekësh, që pa diskutim kanë qenë dhe pika ime e fortë në këtë fushatë. Një pikë e fortë, sepse kur ti ndjen suportin e familjes, emocionin që kanë me ty, vajzat e mia e hapin ditën me mua, dhe mesazhi i darkës dhe i mbrëmjes orë të vonë, mamush, u lodhe, si shkoj dita sot, takove njerëz, si e pate perceptimi, është adrenalina ditës tjetër për mua. Në fakt, një garë e vështirë ka qenë, deri në fund do të jetë e tillë, sidomos për ju që në listën e hapur. Zonjë Mersini, do të keni probleme në numërimin e votave, pra i druheni faktit kur do të shkojmë në momentin final të numërimit të votave, duke qenë se jeni në listë hapur? Unë shpresoj që një ditë bukur pas fushatës ju të bëni një analizë, si gazetar dhe jeni shumë të vëmendshëm për ta bërë këtë. Unë jam munduar të ri shumë korrekte në këtë fushatë. Nuk kam ndërhyrë në zonat e kandidatëve të tjerë, nuk kam bërë takime publike në zonat e tjerëve, kam parë rrugtimin tim, nuk jam marrë me kandidatë sepse ne jemi përfaqësues të një partie. Edhe ndonjëherë kam qenë keq ardhur kur kam ndjerë që ka pas një energji dhe themi jo pozitive drejt teje nga kandidatët e tjerë, sepse nuk duhet të ndodhi kjo. Ka ndodhur kjo? Ne jemi qytetarë, ke perceptime, qyteti është i vogël, ke perceptime. Unë them që këto gjëra nuk duhet të ndodhin, sepse energjitë negative janë energji të cilat nuk i takojnë dhe nuk duhet të jenë për asnjë. Dhe duke qenë se kam menduar që kjo fushat ti do takon më shumë njerëz, por rezultati, unë u shpreh edhe pak më parë, rezultati është që në atë që ti ke bërë në vite, në qasjen tënde që ke me qytetin, dhe ky do të jetë rezultati i ditës së numërimit, dhe duke menduar që në ditën e parë dhe kam qenë korrekte në këtë fushat, procesi i numërimit është një pjesë, pa diskutuar është fundi i procesit, pa ashtu siç ka nisur dhe duke menduar që kjo është një fushat korrekte, procesi i numërimit është një proces i cili është shumë transparent, shumë i monitoruar dhe pa diskutim. Ne njerëzit të cilët Partia Socialiste i ka përfshirë në këtë, janë njerëz që për vite të tëra e kanë bërë këtë proces, janë profesionistë dhe dinë se si procesi i numërimit është një proces që duhet të shkojë nëpërmjet transparencës dhe korrekcisë. Më thatë që 9 mandate, këtë thonë gjithë socialistët që vinë në këtë studio, është fryma për t'i marrë 9 mandate dhe do të kënaqesh edhe me 8 mandate? Unë jam socialiste e hershme. Patjetër, me detyra dhe në Partinë Socialiste dhe e njihni shumë mirë fushatën, e njihni zgjedhjet. Kam drejtuar fushatën. Po. Kam drejtuar fushata, le të themi fushata kulminante për shembull kur ka pas një frymë pozitive ka qenë 2013, unë kam qenë koordinatore e fushatës për gjithë komunat. Ka qenë një punë shumë voluminoze dhe kam ndjer të njëjtën energji si tani. Dhe kur ti ndjen të energjinë dhe frymën pozitive, por ka edhe ca numra, të cilët ti duhet i kalkulosh. Dhe pa diskutim ne ulemi në numra dhe ulemi në shifra, sepse ju dini që kodi zgjedhor ka një formulë zgjedhore dhe ti duhet i referohesh shifrave dhe pritshmërive. Pikërisht duke u referuar shifrave dhe pritshmërive dhe frymës, ne mendojmë që duhet të synojmë mandatin e 9. Po, ju ka mbështetur familja në këtë fushat? Është adrenalina. Domethënë ti mendon që njerëzit ashtu si dhe ti ndan në momentet e para të ditës me familjen tënde dhe kjo është adrenalina e gjithë ditës. Adrenalina ime ka qenë familja, dhe më thënë mesazhet e vajzave, Gencin e kam pasur në krah gjatë gjithë kohës, kur ka pasur kohën e lirë pas pune, me njojit e veta, më ka surprizuar me njojit e veta, edhe i themi që po bësh dhe ti fansi fushatave dhe do të kemi burim njerëzor për fushatat e ardhshme të Partisë Socialiste. Kë keni patur si këshilltar në këtë fushat nga familja? Apo të gjithë nga pak? Të gjithë nga pak, po dhe miqt. Ju e dini që në fushat, për shumë të rajoni 1, unë kam pas një mik shumë të veçantë në krah, një drejtues fushatave, Ilir Aliaj ka qenë një njeri i cili ka njohur shumë fushatën e rajonit 1 dhe ja kam besuar shumë fushatën për rajonin 1 Ilirit edhe shtabit elektoral të rajonit 1, mjafton të vish një darkë aty dhe ndjesh energji pozitive të gjithë stafit të rajonit 1. Ju socialistët e vjetër jeni të lidhur me njëri tjetrin. Jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe i besoni njëri tjetrin. I besojmë shumë njëri tjetrit. Mjafton të vish në shtabin e rajonit 1 dhe ta ndjesh, nuk ka nevojë fare për komente. Cili do të jetë obligimi juaj i parë nëse pas 11 maj do të jeni në Kuvendin e Shqipërisë? Çfarë do të bëni?
të kthehem me njëherë në ato zona që isha para 11 maj. Të kthehem të takoj po të njëjtët njerëz, po të njëjtat ankesa, po të njëjtat halle, si ato para 11 majit. Dhe për të dëgjuar dhe më mirë dhe për të dhënë zgjidhje. Do të jetoni në Vlorë patjetër, nuk keni. Jo. Në Vlorë dhe vetëm në Vlorë. Po. Pse? E para që unë kam ndërtuar jetën time dhe ti kur ke një jetë, ke gjithçka që ke ndërtuar në këto vite, ti nuk e braktis dot. Nuk kemi nga ta njerëz që kemi braktisur, sepse e kemi pasur shumë të lehtë Tiranën, si unë dhe im shoq, duke qenë mjek, është një profesion që ti arrin kudo që të vesh, ne bëjmë batuta me njëri tjetrin mjekët që edhe në luftë jemi, ne mjek do punojmë, pra ti e ke një tregun e punë të sigurt, dhe Tirana për ne biles ka qenë një treg punë edhe më i lehtë, edhe pa diskutim edhe më i aksesueshëm, por ne kemi zgjedhur të jetojmë në Vlorë të dy, kemi edhe karrierën tonë, edhe anën profesionale, edhe çdo gjë na lidh me këtë qytet. Si mjekë, por edhe si drejtuese e Spitalit Vlorës, e hapni telefonin sa binte zilja e dytë. Do të ndodhë kjo? Edhe kur t'jeni deputete? Absolutisht. Nuk do ndryshojnë numre? Absolutisht. Absolutisht. Zemërsini, pse mendoni se nuk ka ardhur ende koha për të bërë një rotacion politik? Pra pse duhet vazhdoj sërish Partia Socialiste në një mandat tjetër të 4 dhe përse nuk duhet vi Partia Demokratike dhe Alianca për Shqipërinë Madhështore? Rotacionet politike janë shtylla e demokracisë. Edhe pa diskutim që rotacionet politike, duke qenë shtylla e demokracisë, duhet të ndodhin kur sjellin pritshmëri, vizion dhe një të ardhme. Dhe sot ne nuk kemi një retorik me Partinë Demokratike, e cila është një parti që vjen prap me figurën e Sali Berishës, pa program, pa vizion dhe pa diskutim, pas një lloj ekipi e cili mund ta sfidojë Partinë Socialiste. Partia Socialiste sot pas mandatit të tretë flet me rezultate, flet me vepra dhe flet me vizion. Pra, s'ka asnjë arsye që ne, si shoqëri, të drejtojmë një rotacioni politik i cili nuk na çon asgjë kundi. Ju, pra e thash dhe në bisedën e parë, keni marrëdhënie shumë miqësore me kryeministin Rama, kryetarin e Partisë Socialiste Shqiptare. Dhe jo më kot jeni këtu pasi ai njeh kontributet tuaja, normalisht. Edhe ai ka qenë një prej tyre që dhe ka vendosur emrin tuaj patjetër, ka thënë okej, pavarësisht se drejtuesi politik mund të ketë bërë propozimin. Ju ka telefonuar zoti Rama gjatë kësaj fushate apo? Zoti Rama është pjesë e një grupi ku ne komunikojmë për çdo ditë të fushatës, secili nga ne ka pasur hapësirën të komunikojë me kryeministin për problemet e fushatës dhe ne kemi ndarë sa herë që zoti Rama ka qenë në Vlorë, kemi ndarë orë të gjata dreke, të cilat kanë qenë drekë pa diskutim pune, por dhe marrëdhënie njerëzore, sepse kur i ke orët që ta kesh kryeministin i vendit i cili në ato orë dreke që ka qenë me neve nuk ka pasur as telefonin hapur, edhe më ka bërë shumë përshtypje që na ka kushtuar shumë vëmendje dhe jo vetëm pjesën e fushatës, por vëmendje për çfarë ne na shqetëson ose mënyra se si ne e kemi menduar hapa tanë gjatë kësaj pjesës së fushatës. Edhe te podcasti ju tha që s'keni ndryshuar fare. Sepse njemi që shumë vite gati që në 2002-2003, kur ne kemi qenë në pjesën e opozitës, kryeministri Rama ka ardhur për të parë në spital, unë isha nga mjekët që e kanë pritur në spital dhe që nga ai moment kanë kaluar shumë vite, edhe ishte le të themi edhe një kompliment që në zoti Rama ma ka bërë në atë podcast. Mendoni se do të vazhdoj vëmendja e qeverisë edhe në mandatin e 4, nëse patjetër do të rikonfirmoheni? Kryeministri Rama është kryeministri që ka thënë që unë jam vlonjat. Edhe neve, duke ditur që pika e tij e dobët ka qenë Vlora, ne si ekip fitues i Partisë Socialiste duhet të jemi ambicioz që kryeministrin e vendit ta mbajmë vlonjat. Po, por nëse do të fitoni, patjetër që do të ketë diçka më shumë, pasi ju da bezdisni, nuk jeni nga ato tipe që kryeministri i vendit nuk është nga ata njerëz që e ka dhënë asnjë lloj përshtypje se është kryeministri i këtij vendi që i ka ngritur telefonin dhe i shpërgjyr çdo lloj mesazhi, çdo lloj qytetari të Republikës së Shqipërisë, edhe kjo është një leksion për gjithë neve, që gjen kohën të merret me hallet e gjithë secilit dhe nuk besoj që deputetët e qarkut të Vlorës, qarku që ai ka shumë për zemër, dhe që unë gjej momenti që të themi që qarku i Vlorës ashtu siç na ai na ka për zemër, ja kemi borxh që çdo votë e qytetarit vlonjat të jetë sfiduese për neve, po të jetë për Partinë Socialiste dhe patjetër për Edi Ramën, në mënyrë që të jemi votë historike që të japim mandatin e 9, sepse mandati i 9 në Vlorë do të jetë një mandat historik.
Ka patur në një histori njerëzore që ka tërhequr vëmendjen gjatë kësaj fushate? Ka shumë histori njerëzore, ka profile të ndryshme njerëzish që ke takuar, profile të ndryshme grash, burrash, njerëz, po ajo që më ka lënë përshtypje janë njerëzit të cilët i kanë parë të lidhur me tokë. Njerëz të cilët janë lidhur me tokën, i përkushtojnë tokës edhe nuk kanë hequr dorë nga toka. Duke qenë se po shkojmë drejt fundit, cili është mesazhi zonja Mersini që u drejtoni qytetarëve? Pse duhet votojnë Partinë Socialiste? Pse duhet ju votojnë ju më 11 maj? Partia Socialiste është një parti që ka vlera, një parti që ka sjellë rezultate dhe ne jemi njerëz të cilët garojmë në ciklin e kësaj vlere të madhe politike. Dhe unë patjetër ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Vlorës të jemi ambicioz për t'i dhënë mandatin e 9, mandatin historik, është një mandat historik Partisë Socialiste, sepse do bëj diferencën në gjithë Shqipërinë dhe na takon ne vlonjatëve të bëjnë diferencën. Na ka takuar shumë vite përpara kur kemi ngritur flamurin, na takon sot që të ngrem flamurin për të vajtur në Evropë. Na takon ne vlonjatëve. Dhe patjetër mesazhi im për votoni për Brunilda Mersinin, sepse duke ardhur një grua që vjen nga jeta reale, një grua që do të jetë një zë transparent i fortë për gjithë qytetarët vlonjat dhe një grua që patjetër mendon me një mendje për të ardhmen, po me një zemër shumë të madhe për qytetin. Unë të uroj suksese dhe kam bindje se do të jesh në parlament pas 11 majit, pasi atij parlamenti i duhet një grua e fortë si ju. Dhe një grua që do punën, që i dashuron njerëzit dhe që do të bëjë më të mirën, jo vetëm për Vlorën, por për gjithë Shqipërinë, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian deri në 2030. Për te modestisë dhe unë kam bindje gjithashtu. Shumë faleminderit. Suksese. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ishim me kandidatën e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini.